ne do të kalojmë në për pak në historinë e fundit, që është edhe një komplet qasje tjetër alternative për shërimin e ankthit. Mua po ka filluar më pëlqej shumë, më fundën lëkur ky program. Nuk e di si po ndjehesh deri tani. Po ndjem shumë mirë. Ne jam në zonën time këtu edhe ndjem mirë sepse po ndajmë gjëra të cilat edhe unë kisha nevojë të ndaja. Se ka shumë njerëz që vuajnë edhe për gjëra të cilat mund të japim dhe ne direkt këtu. Pse jo, disa. Tani para se të kalojmë tek e fundit, se besoj mbas telefonatës dhe do ta mbyllim. Tani do kaloj te pjesa ime më e preferuar. E cila është narrativa. Dialogu i Kristëllit. Dialogu që thoshte Diana. Dialogu i Elonës. Po dëgjoj një video të një mjeku hebre, por që nuk jam mbajta mend emrin, por në rast se më pyesin në DM, do t'ja u çoj linkun. Ma çoi një vajzë e cila tha më ndihmoi shumë. Dhe atje ishte e gjitha intervistuesi po thoshte, mua më dhëm që të vën kurrizi. Kam dhimbje kurrizi. Në një moment caktuar, unë kisha shumë frikë sepse sa herë që bëhesha gati, shifja diçka për të ngritur një peshë apo nuk e di gotën, unë fillova direkt më shtrongon e kurrizi se bëhesha gati. Erdhi momenti kur unë do ngrija nënën time e cila nuk lëvizte. Dhe tha vllai, hajde më ndihmo ta ngrem. Dhe unë i thash vetes, mos do bësh gati prap, kujdes se do fillosh prap bësh gati. Nuk ka asgjë, ti je i fortë, thjesht ngrije. Thjesht ngrije, je i fortë. Dhe ndërkohë terapisti shumë i njohur që ishte në atij tha, ti ke bërë tha një reprocessing pain therapy. Pra terapia e riprocesit të dhimbjes dhe të ankthit, të gjërave. Dhe mua më pëlqeu, më la shumë sepse e njëjta gjë mua më ndodhi kur tha Elona, unë mos ka ndodhur më sul, po ataku im panikut i famshëm, dhe tha që takikardia shumë nuk do ta lë më të ndodh. Dhe po mendoja që në rast se unë do filloj të stresohem kaq shumë dhe do e ndjej, do filloj do e lidh direkt me Marsin e këtij viti. Dhe do them çfarë më ndodhi? Atëherë do bëj dialogje me veten, pastaj mund të gjej meditime të tjera, po do bëj dialogje me veten. Tani më thuaj pak më shumë për këtë, se kjo ishte shumë interesante. Asaj që nuk diskutojnë kurrë në ekranit shqiptar, por mua më pëlqej shumë kur nëse dini anglisht, domethënë ka informacion. Çfarë është kjo, se më duk fantastike? Është terapi më e thellë se sa terapia ose ato gjërat që neve praktike që duam të japim njerëzve, këshilla të shpejta. Kjo shkon në nivel shumë herë më të thellë, se kjo fjala thellë po bëhet pak e zakonshme, por është kështu. Ti ndërton mendimin. Pra, siç e the, kisha një mendim për ankthin, domethënë të tregua se çfarë do ndoste, dhe ti nuk e lejove këtë gjë. Kush ishte këtu? Ishte ti me veten. Po kush është vetja? Është ndërgjegjja jon, në një farë mënyre. Pra është ajo që ne ndërtojmë biseda me veten tonë, siç e tham, vertikale. Dhe aty ti fillon edhe ndërton një mendim. Kjo bëhet, e tham, në pjesën e terapisë, mund ta bësh edhe vet. Duke i thënë vetes se çfarë ti si dëshiron ta menaxhosh të situatën. Ndalojnë. Më thënë, në farë mënyrë i heq ato frikrat që krijohen në mënyrë të pandërgjeshme, krijohen dhe të thonë ti je sëmur, kjo dhimbje nuk do të kaloj kurrë, dhe këto fjalë në të vërtet ka një funksion real në trupin tonë, sepse në të vërtet mund të smuresh në mënyrë edhe psikosomatike, të kesh dhimbje që nuk kanë shkak fizik. Dhe kur ti fillon të ndërton një komunikim, një dialog ndryshe me veten tënde, ti mund ta thyesh këtë edhe simptoma ikën. Ka që fuqishme është mënyra se si ne flasim me veten tonë, e deri sa të heqim edhe dhimbje që në të vërtet nuk kanë shkak fizik. Jona, unë kam shumë dëshirë që gjatë gjithë vazhdimit, se tani jemi në linjë për na pret Suela nga Amerika, po unë kam shumë dëshirë dhe Suela e kupton shumë mirë këtë që po them tani, sepse ande e bëjnë shumë. Unë kam shumë dëshirë që ne të sjellim, si thua, një formë edhe më të avancuar diskutimi dhe të psikologjisë dhe të terapive, siç është dhe të flasim shumë për fuqinë e mendimit, sepse ajo është e jashtëzakonshme. Kam shumë dëshirë që ta sjellim të gjë, sepse në 2025 realisht ka shumë forma dhe siç thot mami, i mek i mirë je kur lexon çdo ditë. Mund përdorim gjithë burimet që kemi, se kemi shumë burime, por përdorim pak ose jo aq sa duhet për të na ndihmuar, dhe kjo që ne po thonim pak më herët është njëra prej tyre. Po, dhe unë kam dëshirë që një herë t'ia kushtojmë jo njerëzve që kanë një problem aktualisht, po çfarë kanë bërë me fuqinë e mendjes. Historia e fundit, Suela Asameni, 50 vjeç. Kjo është një histori suksesi. Edhe siç e thash, që është një histori në Amerikë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nën e 2 fëmijëve, 30 vite që jeton në New York të Amerikës. Ankthi filloi kur i ati u smur rënd dhe i duhet të bënte hemodializë.
përfundoi në spital me atak paniku në vitin 2018. Nga ato të dhëna dua të shtoj diçka tjetër që më ka shkruar është rrëfyer në DM në Instagramin tim, ku thotë që ishte e vetme sepse familja e saj jetonte ose në Shqipëri ose vende të tjera, apo jo në Amerikë, ishte vetme me teatrin. Suela? Po. E vetme nga motra vëllezërit. Po, jo, unë isha këtu me familjen time, kurse my dad, babi ishte me mamin që jetoni. Po ata dy pleq nuk flisnin anglisht, e ke parasysh të sa vështirë jeta këtu. So ndjesha tamam e vetmuar. Në 2018-ën kur u smur filloi ataku panikut apo mbas sa kohësh? Kur u smur, edhe kur filloi dializën, ishte aty ku ishte një përjetim shumë i keq. Dalina, kur janë futur me atë dialysis center që kam parë shumë fytyra aty të rinj, të vjetër, të çdo lloj moshe, edhe ato fytyrat e prera, edhe ato fytyrat e smura, unë aty me iku truri fare. Dhe një ditë pas asaj unë pata prap një anxiety attack, prap në spital. Në spital të ndodhi, pasi u ballafaqove me ambientin ku babai do të bënte dializën. Po, për herë të parë kur vajta të zgjidhja vendin, që ku do ta çoja, ç'a vendi, se këtu ke shumë option, ke në për lagje, ke në për lagje më tutje. Po. Edhe ishte një kohë shumë e vështirë për mua. Dhe ti mendoj për vete që do smuresh mbas? Po, unë mendoja, oh my god, po më ikën mendja, po si do ta kaloj, si do ta bëj, për dita e qaja, për dita s'dija kur të hidja kokën, pastaj mos mendo se unë gjithë ditën në punë, vjen bazite në shtëpi, me familje, me fëmijë, me burr. Ke ndjerë dhe pak ndoshta këtë pyetje bëra edhe dikujt tjetër më parë, po ekziston kjo ndjenja e fajit edhe si ke pasur guilt trip në këtë pjesën e definitely. Pse solle babin këtu ndoshta apo pse pse solla unë këtu për të bërë sik, për të bërë smur. Do me thënë ndjesha fajtore. Dhe Dalina një gjë tjetër që bëra nga ai guilt që kisha, nga ai faj që ndjesha unë, që ti sa e menshme, ishte që inshurancat këtu, siguracione, do me thënë, t'i japin gjitha të drejtat që të shkosh në spital, të vinë ata të marrin, të çojnë në centers. Unë nuk pranova kur për 4 vjet. 3 herë në javë, ta çoja, ta merja. Dhe nuk e lija sepse kur dilte nga ajo ndërtesë, ai ishte tjetër person. Në 2018, në 2022 më fal, unë i lash kokrat, se thash do bëhe mirë, po filloja ta pranoja që kjo është gjendja e këtij. Edhe kur i lash ato, shkova thash do shkoj në Shqipëri, do bëj qef, do ikem me pushime, dhe atë bëra, shkova në Shqipëri. Kur mora telefonatën pastaj, hajde se we had to intubate him. Unë e lash mirë, tash që ndodhi. Edhe ishte një shak i madh. Anyway, ishim në Greqi për momentin, i thash burrit edhe me kë ishim aty, we need to go now. Duhet ikim tani kur erdha këtu, pastaj ata nuk ja ishin tu bot, nëse nuk firmosja unë. Unë kam qenë një zambi gjithë të kohën, edhe kur ai pas intubimit jetoi vetëm 2-3 minuta. Edhe kaq ishte. Pastaj ajo kam qenë në një gjendje të mpirë. Ajo gjendja ishte shumë për mua, prap çuditem si ja kam dalë kësaj radhe. Po shiko çfarë të ndodhi ty këtu, të paktën nga çfarë lexova unë. E para ti the pak më përpara, më fal po them me ti, s'ka problem. Po, vazhdo, po. Pa. Ti Suela the pak më para që ti shkoje e merrje prisje babin çdo ditë. Domethënë me gjithë punët e ato e prisje kur dilte nga, pra ti ishe çdo ditë me ta. E çoja në mëngjes dhe e mirja mbas dite.
Po, në momentin që ishte 4 orë procesi. Tudimi ti ishe larg. Më thënë, i para njerë kjo guilt trip, faj që ti e le aty, e le vetëm, e para, dhe e dyta që ti kishe vendimarrje, që ishte e dyta shumë e fort, pra, për pos fakti që ti the një herë që i ka unë qa më ndodhi mua si i ka, e dyta që shkon aty dhe ke vendimarrje ta heqim apo nga tubacioni dhe jeton dhe 3 minuta. Kështu që... Ishte shok i madh. Shok i madh, dhe çfarë të ndodhi ty përveç mpirjes, pra si u bëra një javë ditë kam qenë mpir. Besoj që edhe mpirja është një reagim i ankthit. Për fakti që ne mpihemi, ose është ai freezing moment që thot ngrirja. Pra secili për nesh mund të ketë reagime të ndryshme që mund të jetë lufto me rrezikun, siç edhe e jep ankthi, ik ose ngri. Dhe ngrirja është një fenomen që nuk flitet shumë. Dhe duket i çuditshëm se e tha edhe pak më herët, më duket çuditshme se si ngriva në atë moment. Do të ngris ka asnjë lloj, nuk ka asnjë lloj, pra është reagimi yt, ne themi një reagim instinktiv, nuk e kontrollon dot. Dalina të bëhet gjykohet, po. E ke parasysh atë të zemrës, pip, pip, pip. Po. Unë ndjeja vetëm drejt. Edhe një pip, pas një lloj gjëje, nuk e di si i bëra gjërat. Mbaroi kjo punë, u bë. Unë të shte di në shpi pas kaq kohësh edhe nuk flia dot. Vija kokën jastëk, më duke sikur të më hante jastëku. Më bë, krevati u bë armiku kryesori imi. Se më thosha si të flia unë tani gjumë, ai është atje. Jeni gjendur prapë një ndjen faj edhe pas humbjes. Pra kur është një moment që ju duhet qetësoheshit, duhet të merrni të veten mbas të gjithë atij procesi, sërish, ishte pikërisht më fuqishëm. Po, ndodhi ndryshe. Shkoj te doktoresha ime, edhe më thot, do të vëmë në depression pills. Për depresion. I thasho, no. Nuk marrëm të ilaçe. Jo do t'i marrësh, do t'i japim ilaçe gjumi. Okej, thash, hajde po marrë ilaçe gjumi. Marrë një ilaç gjumi, një ditë, e pres në gjysëm, ai ishte një kokër shumë e vogël, sa unë thash, hajtë të marrë një gjysëm të shikoj mos flegju. Ajo kokra më bëri sikur mbylla sy dhe i hapa dhe humba tetor. Nuk e ndjeva. Se nuk u shplova. Absolutely not. Isha komplet empir. Shkova indit, se ato janë të kontrolluara substanca në shteti, edhe ja dash doktoreshës ti me urdoj, tash nuk janë për mua. Gati 6 muaj unë kam pjetur në divan ullur. Dhe aty i hit me. Thash, qa po i bën vetë e Sosuela? Duhet ndryshuar kjo tani, se s'bën, e sa. Aty ishte krimi. Aty pastaj I got introduced to meditation. Dhe ashtu filloj me sa herë që bëja një shower, Dalina, kjo është interesting, është për qeshur, po. Unë e kam bërë, it worked for me, punoj për mua. I thosha, ujt, thank you for existing. I thoj ujt, faleminderit që ekziston, po. Po, i thosha ujt, thanks for washing my physical body. Mbasi fillove meditimi, kur fillove që të jetoje, pra të jetoj në të tashme, të jetoj okej. Pra të pranoje që babai ka ikur, nuk e duhet flesh. Kupton, fli. S'ke ç'a ti bësh. Sa të zgjati kjo pjesa e parë? Një fundjavë të bukur me diell. Unë shkoj, bëj nga zerua. Shkoj bëj një natë, 2 nights retreat, bëj ayahuasca. Ayahuasca, pra të që se dinë, është një lloj bime. Dhe është një ritual që bëjnë vendasit e vendeve në Amerikën Latine si Peruja, se kam kërkuar për vete unë këtë, prandaj. Kolombia, po. Edhe janë qendra, madje janë qendra dhe me 5 hyje që janë rezorte fantastik. Bëhet edhe në Amerikë, bëhet edhe në Angli. Është një ritual, nuk e i bëjnë ajo pihet. It's on journey. Është journey, po. It's a journey. Por është ajo fillon nga ayahuasca, nga bima ayahuascës që bëhet si çaj ai, apo jo? Dhe pihet. Ka shumë forma. Po.
Unë ndoshta për ta shpjeguar se neve e kemi shumë larg ayahuaskës në Shqipëri, nuk e njohim aq, por për ta shpjeguar faktën nga ajo çfarë kam parë në dokumentar se kam qenë interesuar të shkoja vetë në një resort në Peru, e pina të çajin dhe pastaj e krijon halucinacione. Madje ishte një moment që po shija dokumentarin që edhe villnin, ndërkohë ke halucinacione dhe shikoj. Po. Jo të gjithë hallucinating. Jo të gjithë, se atë që pash tash po tregoj çfarë pash. Po, jo. Çfarë ndodhi? Çfarë tu bë ty? Çfarë ndodhi me ty? Unë kam qarë shumë. Unë e kam nxjerr jashtë të gjitha të dufin. Për 4 orë straight unë kam qarë. I qarë 4 orë? Po, unë kam qenë në different dimension. Më ka quar në çfarë kuptimi dimension tjetër? Do të thënë, e dija vete që isha aty, isha shumë aware ku isha dhe çfarë po bëja. Po. Po isha në një tjetër botë. Në një tjetër botë që si s'di ta shpjegoj, ishte jashtë kësaj bote. E bukur. Efekti i ngrirjes që patët përjetuar pas humbjes tani më u shkri, apo jo, në atë moment që ju përjetuar këtë moment. Po. Mua mu bë përpara në fillim fare një ujk i madh me një sy të verë që më erdhi dhe unë s'kisha frikë fare. Ti afrohesha. Fare, isha shumë hapi. Biles ai ujku mos isha unë. Po. Fillove të kthesh shumë vetes apo jo? Po. Në ky moment. Ca pemë të lashta, të bukura, një pyll, një mal shumë i errët, po i bukur. Kam një pyetje Suela, babin e pe në gjatë këtij procesi babain tënd e pe? Do bëjmë që crazy tani, se do na thonë njerëzit janë të çmendura këto. Babi ishte aty me mua. Kuptoj. Sepse, si do thuash ti? Unë, si që ishim shtrirë që bënim ato yoga mats, babi im ka pasur një gjë që më vinte mua koka, ma bënte me his thumb këtu. Të vetua, gjithmonë. Dhe gjitha të horët që unë isha under ayahuasca effect, edhe duke qarë? A ishte aty me mua. 4 orë unë kam qarë, po. Edhe duke qarë të qetësonte ai, fërkonte ballin. Po. Suela, interesante që ke bërë këtë lloj terapie që kanë zgjedhur shumë njerëz dhe të famshëm, që është kjo, domethënë, rituali që të çojë në një dimension tjetër. Mbaroi rituali, u ktheve. Në momentin që u ktheve në dimension, ishte kjo momenti i fundit ku u pre me thik, si thuash, e kaluara jote? Asgjë nuk pret me thik. Okej. Është vetëm thjesht state of mind. Që kur jeti në ato momentet më të këqija të tuat, do me thënë aty të kap ankthi. Në qoftë se ti kontrol ato ndjenja që mos të vjen atje, ato prap ulet prap. Ankthi ulet. Pra ti ke marrë fuqi të kontrollosh, të ka bërë meditimi? Po. Ayahuasca që ke gjetur fuqinë dhe e ke vizualizuar mënyrën se si ta kontrollosh apo jo? Po. Do të bëj vetëm një pyetje kur thatë që babi më preku tek balli me gisht. Si ishte ai? Nëse ishte ai në formën që ju gjithmonë e keni parë, siç thatë fort apo nuk e pash, unë e ndjeva. E ndjet, okay. Po, unë i ndjeva erën, i ndjeva dorën. Pra ajo çfarë ju kishte nevojë të shikoni ti ishte praktikisht në praktikisht, po. Nëse keni informacion, nuk funksionon me të gjithë apo jo? Jo, nuk funksionon me të gjithë, sepse kur isha aty, ishte një grua, ajo ishte në mes të divorcit, një ugly divorce. Ishte hera e 7 që bënte ayahuasca. Dhe prap ajo was vomiting. Edhe kishte shumë keq. Se ashtu, ndoshta i do një dashur i ri. Më falë, dua të njërë të zbu situatë. Okej, unë të falenderoj shumë Suela, falenderoj shumë për rrëfimin tënd dhe për gjëra që na mësove, se na mësove gjëra të reja. Është unike. Dhe ndjekësit shqiptarë tani do kërkojnë ayahuasca dhe unë do i ndihmoj se si shkruhet një herë, se është pak e vështirë. Po, falenderoj shumë. E ta kam shkruar aty, e ke në Instagram. Falenderoj shumë për rrëfimin. Shumë faleminderit Suela. Ándale.